Partia Socialiste mblodhi këtë të shtunë në njën nga resortet private në dorë së asamblenë e saj, duke nisur zyrtarisht përgatitjet për zgjedhjet lokale të 2027-s, të cilat u paraprin me hapjen e garës brenda strukturave në të gjitha nivelet e saj. Ndryshime pati edhe në rang drejtuesish politik, ku më i rëndësishmi ishte ndryshimi i pozicionit të Taulan Ballës nga drejtues politik në diasporë, tashmë për Tiranën. Eduard Çalci largohet nga Kuksi e vendin e tij e zë ministri Petrit Malaj. Benet Beci ikën si drejtues në Shkodër, duke u zëvendësuar nga Enea Karakaçi. Durrësin do ta drejtojë Blendi Klosi, duke zëvendësuar kryebashkiaken Emiriana Sako. Ulsi Manja delegohet në Dibër, teksa vendin e tij në Lezhë e zë Ermal Nufi. Belinda Balluku, Mirela Akumbaro, Blendi Çuçi, Niko Peleshi, Ervin Demo dhe Arbian Mazniku mbajnë të pandryshuar rolet e tyre në parti. Gjatë fjalës së tij në hapjen e Asamblesë Socialiste, sekretari i përgjithshëm, teksa ka bërë një analizë të qarqeve, u ndal tek piketat për socialistët, duke kërkuar më shumë antarësime. Zgjedhja e strukturave vendore të partisë do të zhvillohet në periudhën kohore, pra nga 21 marsi deri në 30 qershor. Detyra e dytë, shtimi i antarësisë minimalisht 4 antarë të rinj në çdo organizatë socialiste. Dhe do të jetë detyrë e çdo njërit për ju që të ketë një takim me 5 të rinj në çdo qendër votimi në zonat rurale dhe mbi 10 në qendrat urbane. Pasi bëri një analizë të rezultatit që socialistët morën më 11 maj, Klosi u ndal edhe tek qarqet me rezultatin më të dobët, për çka u kërkua më shumë punë. Por pas analizës publike të bërë nga sekretari i përgjithshëm, reagoi po në fjalë publike dhe numri 1 i socialistëve, Edi Rama, i cili nuk i kurseu kritikat. Tirana, Lezhë, Shkodra dhe Kuksi. Shkodra dhe Lezhë kanë bërë një hop të jashtëzakonshëm, po të kemi parasysh nga e nisur. Tirana nuk mund të jetë dhe ne duhet ta ngrejmë Tiranën më lart se sa mesi i atij klasifikimi. Kritika pati edhe për numrin e grave në parti, duke dhënë edhe ultimatum ndaj socialistëve. Unë e konsideroj të pafalshme për ne këtu që shifra e grave në Partinë Socialiste të jetë 34%. Dhe është e vetmja gjë që nuk i fal prezantimit shumë domethënës që bëri sekretari i përgjithshëm, që e quajti sukses që u rritëm nga 26 në 34, ndërkohë që nëse ne jemi pushtet, ne jemi nga gratë, e kuptuan dhe ata në Dibër dhe e patë se si dhe burrat e Dibrës votuan bashkë me gratë. Ne duhet ta çojmë në 50%. Një rëndësi të veçantë gjatë asamblesë, socialistët i dhanë Tiranës, që e konsideruan si hambar votash, duke caktuar dhe drejtues të rinj për njësitë administrative.